Eksperti amerikan Edward Joseph ka paralajmëruar se një tërheqje e mundshme e trupave amerikane nga KFOR-i do të përbënte një gabim serioz me pasoja për stabilitetin në Kosovë dhe rajonin e Ballkanit. Joseph theksoi se një veprim i tillë do të rrezikonte paqëndrueshmëri të shtuar, duke shtuar se shpreson që Shtetet e Bashkuara të mos ndërmarrin një hap të tillë të rrezikshëm. Ai e ngriti shqetësimin edhe për qasjen e Donald Trump, të cilin e cilësoi si të paparashikueshëm, duke mos përjashtuar mundësinë që një vendim i tillë të merret. Nëse SBA do të tërhiqeshin nga KFOR-i, do të ishte një gabim shumë i rëndë dhe shpresoj që kjo të mos ndodhë. E kam ngritur këtë çështje me zyrtarët e Departamentit të Shtetit, të SBA-s dhe anëtarë të Kongresit, madje i kam shkruar një letër edhe sekretarit Marco Rubio, duke i kërkuar administratës që të mos i tërheqë trupat nga Kosova, deklaroi Joseph. Sipas tij, një tërheqje e forcave amerikane nga misioni paqëruetës në Kosovë do të krijonte hapësirë për destabilizim, jo vetëm në vend, por në të gjithë rajonin e Ballkanit, me Serbinë që e pret tek dera.